Teksa fermerët nuk do të kenë më naftë falas dhe qytetarët përballen me çmimin që arrin në 218 lekë për litër, kriza e karburanteve nuk i prek njësoj të gjithë. Ata që nuk e ndjejnë drejt për drejt këtë rritje janë deputetët dhe ministrat, për të cilët karburanti mbulohet nga fondet publike. Vendimi për heqjen e mbështetjes për fermerët vjen paralelisht me rritjen e çmimit nga bordi i transparencës, duke zhvendosur të gjithë barrën te konsumatori dhe sektori bujqësor që mbetet ndër më të ekspozuarit ndaj kostos së naftës. Në të kundërt të dhënat që ka siguruar pamfleti tregojnë se vetëm gjatë vitit 2025 janë shpenzuar 25.567.862 lekë për kompensimin e karburantit të deputetëve. Në një mandat të plot 4 vjeçar, kjo shumë arrin në 182.271.448 lekë. Me 140 deputet në kuvend, rezulton se mesatarisht një deputet përfiton rreth 325.484 lekë në vit vetëm për karburant. Në 4 vite kjo shifër shkon rreth 1.301.936 lekë për çdo deputet. Do të dhëna vinë në një moment kur qytetarët paguajnë çmimin më të lartë të viteve të fundit për naftën, ndërsa fermerët përballen me rritje direkte të kostove të prodhimit. Sipas analizës së kuvendit për vitin 2025, përfitimet financiare që burojnë nga statusi i deputetit arrin rreth 200 milion lekë, duke përfshirë rimbursime për karburant, telefona, dieta dhe qira, ose 44.2% e shpenzimeve operative. Ndërkohë 60 milion lekë janë shpenzuar për udhëtime jashtë vendit, ndërsa fondet për paga dhe kontribute arrin rreth 1.2 miliard lekë. Në të njëjtin vit kuvendi ka shpenzuar edhe 14.5 milion lekë për automjete dhe 23 milion lekë për arredim zyrash. Kontrasti është i drejt për drejt, ndërsa çmimi i naftës rritet dhe mbështetja për fermerët hiqet, fondet publike vijojnë të garantojnë mbulimin e karburantit për përfaqësuesit politik në mënyrë të qëndrueshme çdo vit.